Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq. Jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të premteje të datës 10 tetor, pasi mungeset justifikuar besoj 2 ditore për shkak të një situate gripale e cila në duke ishte lehtë, por megjithatë pak e vështirë. Ndaj keni kujdes, edhe pse është ndoshta e vështirë ose e pamundur për ta shmangur, megjithatë asnjëherë nuk është e tepërt për treguar kujdes. Jemi drejt për drejt në Ora News dhe në live stream në oranews.tv, mund ta ndiqni po ashtu edhe aty në pjesën e parë. Tashmë e dini, do t'ju përcjellë disa prej lajmeve dhe zhvillimeve kryesore të orëve të fundit për të rikthyer pas pak në pjesët e komunikimit të drejt për drejt me ju që zgjasin deri në përfundim të emisionit. Me lajmet nga vendi në oranews.tv, emra dhe foto bën për spital punojësin e pastrimit në Vlorë, ndalohen 2 autorët me precedent penal. Dhe sa gangsterës shqiptar po marrin mësime nga kartelet meksikane. Dokumenti hapet llogari në GoFundMe për të mbledhur lek për Elvis Shkambin, që i mori jetën gjyqtarit Astrid Kalaja. Mashtruesi që jetoi me 2 emra, kush është prokurori i Remi Spakut, që u arrestuan në Sarandë. Emri Heron Vlor, punojësi 70 vjeçar i pastrimit, përfundon në reanimacion. Çeku denoncon përdorimin e gjilpërave të ndaluara për stimulimin e viçave. Brigada Çeku tregon se si gjurosen domatet në treg. 220 inspektor për të mbuluar 352.000 fermer, pilku duhen mekanizma efektiv për fermerët. Çeku, punojësit e inspektoriatit mostrat i marrin me termus. Çeku, 4 inspektorë të akus vetëm vëzhgonin, asnjëri nuk mori një mostër. Aku bllokon vetëm 25 kg nga 7300 pjeshk me pesticide, pjesa tjetër u konsumua. Pilku, kontrolli ushqimeve ende i centralizuar, mungojnë akreditimet në laborator. Siguria në shkolla, Proda, proces institucional i shoqëruar, ku kontribuojnë së bashku të gjithë aktorët. Gara për kreun e ri të Spakut të zyrtarizohen kandidatët, kush janë 4 prokurorët që shprehën interes. Blokohen 54.3 milion lek mallra kontraband, në Morin arrestohen 2 persona, sekuestrohen dhe automjete. Pezullimi i zgjedhjeve në Tiranë zbardhet vendimi kushtetuesës për ngrirjen e dekretit të Begajt. Mbetjet nga Tajlanda kthehen në Porto Romano, mostra do analizohen në Itali. Video skandal në Fier. Burri kapet mat nga kamerët e marketit, ja çfarë bën me të brendshmet e grave në raft. Drejtues nga biznesi gjerman i turizmit viziton Gjirokastrën. Deklarata 260 gjyqtar kërkojnë shpalljen dëshmor i adheu të gjykatësit Kalaja, propozojnë edhe një platformë sigurie. Mashtrime faturat e energjisë në Durrës shpallet në kërkim 2 persona. Viste me thik brenda ambienteve të shkollës, procedohet penalisht 17 vjeçari në Vlorë. Hiqesi prokuror për të mashtruar qytetarët, arrestohet 49 vjeçari në Sarandë në pranga dhe njëri që e strehonte. Certifikon 112 oficerë të tjerë të sigurisë në shkolla ku mbaro, jeni vigjilent për të parandaluar çdo incident. Zjarri shkatëron stallën në Pogradec. Pronarin i gjendje të rënduar, 170 dele janë djegur të gjalla. Fotot priten në mesnat pemët komuna e Parisit, krim mjedisor apo do mbijnë kulla. E ngordur në Breg, breshka e rrallë e detit zbulohet në Vlorë, ndyshohet se u përplas nga një mjet lundrues. Fier 49 vjeçarja kanos dhe godet avokatin në zyrë. Nis procesi për marrjen e mostrave nga 2100 ton mbetje toksike në Porto Romano. Vrasja Astrid Kalas, gjyqtari i posaçëm Erion Bani, gjykatat në Shqipëri s'kan kushte për të ushtruar veprimtarinë e tyre.
Karamuço tregon ngjarjen Tronditse në 2007 desh u vra gjyqtarja për fat nuk ju shkrep arma. Ndodh dhe kjo vrau gjykatës në Astrid Kalaja hapet GoFundMe për Elvis Shkambin. Vrasja e gjyqtarit Kalaja, zëvendës kryetari i apelit duhen masa emergjente të ndalet gjuha e urrëties ndaj funksionarëve të drejtësisë. Vrasja e gjyqtarit apeli Nigert Hoxhës kërkohet ndërhyrje urgjente për sigurinë dhe kushtet e punës së gjyqtarëve, ja kush do të kap drejtësi. Simoni ka pasur kërcënime dhe presione ndaj gjyqtarëve, ka ardhur koha për një analizë të thellë. Dita botërore e shikimit mbi 86.000 depistime për fëmijët në shkolla. Shkëmbos talla e baktive në Pogrades dëme në gjën e gjallë. Arrestohen 2 shtetase të huaja e kthyen apartamentin në Durrës në qendër. Emrat u fut në Berberane dhe sulmoi 23 vjeçarin. Arrestohet njeriu pas 9 muajsh në kërkim. Atentatin e Klevis Leshit, 32 makina, 52 llogari bankare, 3 biznese, 13 apartamente, SPAK i sekuestron pasurit Aurel Hoxhës. Pamjen mbledhje e jashtëzakonshme për vrasjen e Astrid Kalas, gjyqtarët 1 minutë heshtje në nder të kolegut të ndjerë. Ishte fshehur në rezervën e karburantit automjeti i mbushur me 23 kg drogë në Shqipëri, ndalohet nga policia greke, arrestohet 41 vjeçari. Lufta kundër krimit organizuar, Dumani takim me zyrtarë të lartë të Belgjikës, ku drejtësia vret në heshtje vdekja në sallën e gjyqit dhe varri hapur për sekretaret gjyqësore. Mbledhja e gjyqtarëve diskutime për sigurinë e tokave të zeza pas vrasjes së gjyqtarit Kalaja. Vrasja e gjyqtarit Kalaja, flet avokati i familjes Shkëmbi, Elvisi veproi të ronditur, Gjoni nuk kishte dieni për ngjarjen. Ula në burg flet për herë të parë roja e sigurisë në gjykatën e apelit, lajmërova kancelare në gjykatës. Krimi në gjyq, lije në burg, Elvis Shkambi, xhaxhajtit e roja i apelit, ja çfarë deklaruan në seancë. Ekstradot nga Dubai në Shqipëri, këngëtari Klep Ahmeti akuzohet se përndoqi për vite Noizin. Shteti i Rumit dhe skema e grabitjes së tokave në Durrës dhe Tiranë. Qytetari pafajshëm, por jo telefoni, zvarritet 1 vit për ta marrë nga komisariati i Vaut të Dejës. Shohim zhvillimet nga politika. Lubonja Begaj duhej të priste vendimin e kushtetueses. Kushtetuesja pezulloi zgjedhjet Bushati në zonën pak këmbën nga rrethi, pezulluan çmendurinë e Begajt. Florbinaj Berisha nuk do të dalë me mua në fushat, nuk përfaqësoi opozitën, por qytetarët. Kushtetuesja pezullon dekretin e Begajt për zgjedhjet. Xhiraxhi presidenti duhet të jepte dorëheqje. Çepani në Tiranë nuk ka zgjedhje në 9 nëntor, shpallje e datës së re kërkon 30 deri në 45 ditë. Kushtetuesja pezullon dekretin e Begajt, Malësia, presidenti ka qenë në kushte të detyruara. Kthubi i vendimi i gjykatës kushtetuese fokusohet e pasojat e pariparueshme të dekretit, jo në drejtësinë e tij. Sot kandidati i opozitës për kreun e Bashkisë së Tiranës, Florian Binaj, me Ramën nuk kam kontakte që prej vitit 2015. Të luash me kushtetutën, dëm i madh për demokracinë, Korreshi
zgjedhjet në bashki duhet të ishin bërë më shpejt. Protesta në mbështetje të komandantëve të UÇK-s në Tiranë. Balla, liria ka emër. Kushtetuesja pezulloi dekretin zbardhet mesazhi që u ka shkuar strukturave të Partisë Socialiste. S'ka zgjedhje për Tiranën, Lita, presidenti duhet të shkarkojë nga detyra këshilltarin e tij ligjor. Rrëzimi i dekretit të Begajt vendimi i kushtetuesës publikohet në fletoren zyrtare. Rama publikon pamje të aksionit për lirimin e hapësirave publike. Gjykata kushtetuese rrëzoi dekretin e Begajt, presidenca e respektojmë vendimin. Kushtetuesja pezulloi zgjedhjet në Tiranë, reagon Florian Binaj, kurdo që të caktohet votimin ne do të marrim pjesë. Muzhaxhi takim me Plakholm bashkë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Vendimi i gjykatës kushtetuese për dekretin e presidentit Berisha u mbrojt kushtetuta, Begaj është kukull. Heshtje e zhurmë për gjyqtarin PD, Koçiu Lamallari, të dorëhiqen Partia Socialiste, jo politik me krimin. Mziu, mazhoranca fajtore për përplasjen në parlament vendos diktatin e shumicës së votave. Marrëveshja e paqes në Gaza, Spiro Pali, mi presim lindjen e shpresës. Zgjedhjet e pjesshme për Tiranën jo në 9 nëntor, kushtetuesja pezullon dekretin e presidentit Begaj. Zgjedhjet e 9 nëntorit, Partia Socialiste propozon 3 anëtar në KZAZ, 2 PD dhe PL1. Tensionet e seancë Balla, Berisha e ka zanat prish punimet me mercenarët e tij. Mblushin një drejtësi e cila sot prodhon pandëshkueshmëri, palishmëri, prodhon urrëtie dhe vetgjysi. Sheha i shigjeton kuvendin, vrasja e gjyqtarit, pasojë një shteti që ka harruar drejtësinë dhe pronën. Zgjedhjet në Tiranë, kolegji merr vendimin me 5 anëtar. Celibashje, mandatin Besnik Brahimit, deputet nga PSD në Shkodër. Samiti global për qeverisjen e hapur, Pirdeni, avancojmë parimet e qeverisjes së hapur. Manastiriu me banorët e kombinatit përmirësojmë shërbimet publike, më shumë hapësira për fëmijët dhe të moshuarit. Pikat e rendit të ditës kalohen me votim, peleshin për seancën plenare pas kërkesës së Ballës. Këlliçi i Koçiut shkarkoi zëvendosministrin pse piu duhan, vetë nuk mban përgjegjësi për një gjyqtar që u vra në sallë gjyqi. Vizioni i përbashkët për integrimin rajonal në BE ministri Spiro Pali pritet nga sekretarja e punëve të jashtme në Britani. Fotoalbumi i Sherit Noka shkon te garda, tentoi t'i afrohet ministres Koçiu, pamit nga përplasja e ashpër në kuvend. Përdor gjuhëfyese, kryetari i kuvendit i heqë të drejtën fjalës deputetit Flamur Noka. Berisha, qeveria të garantoj siguri. Konferenca e NATO-s në Tiranë, TAFA, siguria kibernetike, gur themeli i sovranitetit kombëtar. Kalojmë te zhvillimet nga rajoni. Osmani akuzon Serbin për ndërhyrje në zgjedhjet lokale në Kosovë. Mbërrin dronët turq në Kosovë Vučić, dërgesa është e paligjshme.
Kosovë shpenzimet qeveritare për para zgjedhjeve nxisin debat për blerje votash. Arrestohet analisti I njohur në Prishtinë, dyshohet për përfshirje në spionazh për Serbin. Vučić, dërgesa me dron nga Turqia në Kosovë është e paligjshme. I vendosur rreth Akropolit, një nga teatrot më të njohur të lashtë të Greqisë, do të mbyllet për 3 vjet. Arrestohet nga policia serbe shqiptari me flamuj dhe bluza, dyshoheshin të përdoreshin në Leskovac për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Vrau Visar Cungun në vitin 2023, dënohet me 24 vite burg Dibran Hoxhaj, I njohur si Kobra. Nis zbatimi I sankcioneve të Shtetet Bashkuara kundër naftës serbe, Vučić, pasojat do të jenë të rënda për ne. Kuvendi I Kosovës vazhdon sot seancën konstituive. Do zbatimi I sankcioneve të Shteteve të Bashkuara kundër industrisë serbe të naftës NIS. Dyshohet se spiononte për Serbin, arrestohet analistin në Kosovë. Vučić jam I tmerruar nga Turqia, po armatos Kosovën. Konstituimi I Kuvendit të Kosovës, Hoxha kushtetuesja mori disa vendime të cilat u shndëruan në polemika. Dronët kamikaz Sky Dager arrin Kosovë, Kurdi ndërtojmë një ushtrim me zhvillimet e reja teknologjike. Atentatit e kandidatit të BDI-s, arrestohet bashkëshortja e tij. Hetimet marrin kthes të papritur. Kosovë kushtetuesja publikon akt gjykimin e plot lidhur me konstituimin e kuvendit. Osmani bisedon me komandantin e ri të KFOR-it për kërcënimet me dron nga Serbia, koordinimi I institucioneve me rëndësi. Vjedh makinë dhe I bën zbor policisë, bjen pranga shqiptari në Athinë. Ndryshoi testamentin së fundmi e la pasurinë shqiptarit, detaje të reja nga ngjarja e rëndë në Greqi. Osmani pret komandantin e KFOR-it bisedojnë për rrezikun që vjen nga Serbia. Pas 23 ditësh, shqiptari Panoruçi ndalon grevën e urisë, pranohen kërkesa për ekzaminimin e trupit të djalit të tij. Video dalin pamjet momenti kur qellohet kandidati I BDI-s në Kumanov. Vučić, kemi çfarë të diskutojmë më me Shtetet e Bashkuara për sanksionet ndaj NIS-it. Tragjedin në Greqi përmbytet varka me migrant me styre dhe gra me fëmijë. Zgjedhje lokale në Kosovë, dili, jemi mobilizuar, fushata është e qetë dhe pa incidente. Detaje nga atentati dhe zyrtarit BDI-s, personat të maskuar I zëmprit kandidatit shqiptar të Ali Ahmetit. Kurdi hapthesin para zgjedhjeve shpërblimi 100 euro për studentët 5 ditë për para lokaleve. Atentatin ndaj kandidatit BDI-s dhe kandidatit saj BDI pezullon aktivitetet politike. Banka Botërore nga dalësohet rritja ekonomike në Kosovë, plagoset me armë zjarri një zyrtar I BDI-s në Kumanov. Të radhës zhvillimet nga bota, 2 shqiptarë të rënditin Kabulin qeveria talebane nuk ka viktima. Trump pengjet izraelite do të lirohen të hënën ose të martën e ardhshme. Bëhet gati të shtojnë përpjekjet për stabilizimin e Gazës. Presidenti I Kolumbisë akuzon Shtetet e Bashkuara për bombardim të një
barke me shtetas kolumbian në Karaibe. Norvegjia e friksohet Trumpit nëse presidenti amerikan nuk i jepet çmimin Nobel për paqe. Zbardhë plani i Izraelit për të rrëmbyerit, çdo peng i liruar do të marrë shtëpi të 16.000 euro. Ushtria në rrugë, betejë në gjyq, përdorimi i gardës kombëtare nga Trump përballën me sfida të mëdha ligjore. Shqiptarë shfaqsohen në gjyq, gjykatësi britanik ironizon shumë prindër të sëmurë në Shqipëri. Koper konfirmon angazhimin e Mbretërisë Bashkuar për stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Kap duke shitur lëndë të palishme në parking, arrestohet shqiptari në Itali, 40 vjeçari me precedent penal. Detajet e reja nga rasti tragjik i nënës 25 vjeçare që u humbi 2 foshqjan e saj. Marrëveshja me Izraelin, Hamasi armëpushimi shënon fundin e luftës në Gaza. Marrëveshja për Gazën, shala një ngjarje e shënuar, por duhet të ecim me optimizëm të matur. Gaza do rindërtohet, krijuam paqe, Trump konfirmon udhëtimin në Egjipt. Pas zbulimit, përdorimit të inteligjencës artificiale në hartimin e tij, Deluat kthen tarifën për raportin në Australi. Italia vendos të ndalojë veshjen e burkës në ambiente publike për shkelje gjob deri në 3.000 euro. Shtatori 2025, muaj i tretë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë në botë. Pas marrëveshjes për Gazën, Netanyahu nominon Trump për çmim Nobel për paqen. Putin reagon pas marrëveshjes për marrëveshjen ndaj Gazës, mbështesin përpjekjet e Trump. Putin pranon se Rusia rrëzoi avionin Azerbajxhanit, do të paguajmë kompensim. Shumë shpresat për paqen në Ukrainë pas takimit Trump-Putin, Moska akuzon Europën, shpresojmë t'i dini pasojat. Ekspertët shanset që Trump të fitojë çmimin Nobel për paqe janë të pakta. Trump beson se mund të ndalë edhe luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Liv Ullman do të nderohet me çmimin e karrierës në Festivalin Evropian të Filmit. Shurupi i Kollës i merr jetën 17 fëmijëve, arrestohet pronari i kombales. AFD përjashton antarin që mori pjesë në një forum të ekstremit të djathtë në Rusi. Asteridi 3 metra kalon pranë tokës pa u vënë re Agjencia Hapësinore Europiane, objektet të kësaj madhësie nuk përbëhen rrezik. Elon Musk arrini marrëveshje me ish-drejtuesit e Twitterit. Xenotransplantet hyn në një fazë të re, pacienti jeton për 171 ditë me mëlçinë e derrit. Rënd në Itali 25 vjeçari e merr jetën 3 foshnjave të saj, si tentoi t'i shpëtonte policisë duke i fshehur trupat e tyre në dollap. Zelenski në SSHB dërgon raketa Tomahawk që ukrainasit godasin deri në Serbi, do e propozoj për. Në përfundim lajmit nga sporti, Turam në garë me kohën, Interi shpreson taket të gatshëm ndaj Romës. Foto optimist në prag të sfidës ndaj Slovenisë, tifozët në japin forcë, fitoria me Suedin ka rritur vetbesimin. Mungon që nga viti 2014 Algjeria kualifikohet për në Kupën e Botës. Besojmë të kualifikimin botëror, tonali një ditë do të kthehem në Serina. Kupa e Botës 2026, kombëtarja mbyll përgatitjet në shtëpinë e futbollit për sfidën ndaj Serbisë, sot u thon drejt nishit. Kujdes me shqiptarët, presidenti i Federatës Serbe ngre alarmin, po u cënua siguria, do ta paguajmë gjatë. Kthimi i Pogba te Monaco është shtyr. Manuel Neuer mund të rikthehet te Gjermania, por ka një kusht. Portieri i Kosovës, Muriç optimist, pres fitoren me Sloveninë.
Ndalja U17 humbet miqësoren e parë ndaj Slovenisë. Ndeshja ndaj Serbisë kushta do isha i lumtur dhe me një barazim të kombëtarës. Laporta konfirmon planin e Barcelonës për t'u larguar nga Superliga Europiane. Formula 1 parashikimi ish kampionit, Button, ndryshimi i rregulloreve vendos fatin e Hamilton. Asamoah pëson lëndimet e rënda gjatë një ndeshjeje. Djali Stankovic po përgatitemi me qetësi, nuk i njoh të gjithë lojtarët e Shqipërisë. Tonali Seria po bëhet gjithnjë e më e bukur, një ditë do të kthehen. Dobbik e kam peng që nuk godita penalltinë e tretë kundër Lille. Deog mendon si Rabiot, nuk është e drejtë t'i luajmë ndeshjet e kampionatit në shtete të tjera. Ideja e Super Championsit e reagon Seferin, s'do të ketë kur një turne me 12 klube. Duka me Serbin ndeshje e veçantë, kam besim, rezultat pozitiv. Serbia arrestohet shqiptari me simbolet e UÇK-s, dyshohet se do të përdoreshin për sfidën Serbi-Shqipëri. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore në mënyrë të përmbledhur që ne ja u përcjellim çdo ditë përmes faqes sonë të webit oranews.tv. Shkëputemi për publicitet dhe vim pas pak në pjesën e dytë të programit. Mos u largoni, nis komunikimi me ju. Dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, parën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju, përmes dy numrave që keni në të djathtë ekraneve tuaja 068 99 00008 dhe 068 60 54 639, ora 7:30 minuta. Ju presim edhe sot në takimin e fundit të kësaj jave e premte, data 10 tetor 2025. Ju kujtojmë që jemi drejt për drejt në Ora News dhe në live stream në oranews.tv, ndërsa më herët sapo ju përcollëm lajmet dhe zhvillimet kryesore në oranews.tv, të cilat më detajuara i gjeni duke klikuar dhe vetë nga kudo që ndodheni para ty lajmet dhe ngjarjet e orëve të fundit, apo ato që ndoshta ju kanë kaluar nga ditët e kaluara, pse jo. Ju presim 068 60 54 639 dhe 068 99 008 në këtë pjesë të dytë emisionit dhe të parën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju, si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Alo? Është larguar. Mirë. Po, presim për të tjerë telefonues në këtë pjesë të parë të komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Urdhoni? Nuk ju dëgjoj. Flasin të gjithë njëkohësisht edhe regjia, nuk ju dëgjoj, po urdhoni, ju përgjigje me radhë. Po. Okej. Bukur shumë. Në 068 99 00 008 dhe 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Uleni zërin televizorit, ju lutem, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Ndesha me fol për temën e ditë. Çfarë temë keni ditë? Çfarë të doj zemra ty? Mirë, unë jam t'ja fillu prej të vdekjes të gjyqtarit. Po, vetëm ule zërin televizorit, ju lutem. Po. Fizika kuantike është tema që ne kemi sot. Unë jam të fol për atë gjyqtarit njerë. Po, dashur, urdhë se po bëj shakase. Kam shumë ditë pa folur edhe. Se kanë vrap, po se kanë vrap një gjyqtar nuk më vjen keq fare. Po jo, s'mund flasësh kështu e dashur. Për në gjësja po. Po nuk të dëgjoj fare tani. Janë zvaritit. Ikim, po patjetër. Kjo është shumë e rëndë. Shiko, edhe sikur ne ta dim që dikush ka bërë një padrejtësi ndaj dikujt, zgjidhje në asnjë rast, madje edhe personi e ka thënë vetë duke kërkuar ndjes familjarëve, s'thua ty fare kësaj teme. Po kur them fare. Kështu që mos preknin në plagë të cilat nuk do të shërohen kurrë, por që më keq akoma aktualisht janë shumë të hapura. Ju lutem, jo në publik. Mirëmëngjes, ju mund të keni mendim tuaj shumë bukur, mund t'ia thoni shoqes, shokut, kolegëve tuaj, por jo kështu se është. Komunikimi publik ka tjetër nuancë. Alo, përshëndetje. U largua, mirë. U duk sikur po flisja unë me vete, megjithatë thash përballë çështjeve që janë shumë të ndjeshme, ne po ashtu duhet të tregojemi të ndjeshëm në mënyrë që të mos prekim askënd, duke mos qenë ne vetë palë e përfshirë në një qoftë edhe konflikt caktuar. Kështu që të jemi të kujdesshëm në mënyrë që
askush mos lëndohet nga ato që ne themi, për më tepër kur në mes është një vrar pavarësisht kush dhe në çfarë lloj rrethanash. Jemi në 7:34 minuta në këtë pjesë të dytë të emisionit Ora Juaj për ditën e sotme, në 068 99 00008, në 068 60 54 639 për gjithë ju që doni na bashkoni dhe bëni pjesë e emisionit Ora Juaj dhe për takimin e ditës së sotme. Kemi ndeshje, thot njëri nesër. Po, e kemi. E gjeni dhe të dielën të komentuar, të detajuar në Ora Sport. Do kemi kohë të flasim edhe për Shqipërinë, me që ma kujtove, ju urojm fat, dhe sa më shumë suksese, pse jo me një fitore apo jo. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Kam një problem, po. Po, urdhoni, uleni në zërin televizori, zonjë, lutem. Po. Po. Kam një problem me këto abonet. Po? Vajti burri për ta marrë në datën 3 tetor, abonen e kishte marrë dikush tjetër. Po, pse? Po nuk e di, ne kishim dhe abonen e shtatorit. Po, si dikush tjetër, pse janë personalizuara? Nuk e di, dhe ai djali aty të 21-shi kishte debatuar burri, pastaj ministri ka vajtur unë. Po debatoja, i thash, si edhe këtu, po vizne ju, i thash, sa mos fol kështu, sa merr policinë, sa dhe policia ty do të thoshin burg. Po, trimi i madh. Po pse se morë policinë? Po, më vinte dhe kështu, se një çun i vogël ai shnipim. Më flisën atë gjumar, nuk thoshte do ta shikoj, mirë tetori iku, po kishim problem për nëndorin, se ne vemi në spitale, jemi me diagnozë. Po mirë, pse nuk ja u dhanë, çfarë thanë? E kanë marrë, del në sistemi marsa, po mirë, unë tani... Kush e ka marrë? Ti e ke marrë, sa marrë? Po mirë, unë e kam atë abonen e shtatorit, se ata i hiqin fotografin nga abonen e shtatorit, edhe vënë atë biletën. I thashon, po si dhe i thashon, tani unë kam shtatorin tu. Si pas kam marrë tetorin, ku i ndite ti tetorin? Të mërshme. Këtë ne kam unë, i thash, karta e identitetit, se i mbajmë bashkë këto, që kur dhemi, mos në nëzirin probleme. Nuk e di, tha, ku t'ja ke dhënë ti? Po si e kam dhënë, unë e kam shtatorin tu, qyshe pas kam dhënë, i thashon. Pasi si do vika mu, po t'ja kem dhënë. Ke dhënë fotografi ti, tha. Po qyshe e dhënë nga fotografinu? Unë ka një vit që po e marrë këtë. Edhe këtu do vizni re, i thash, si su vjen zorë, i thash. Tani nuk e di, qa rrugë të ndjek. Se di, është hera parë që e dëgjoj një problem të tillë. Po edhe unë i thash ati që nuk bëmba kje dhe të pensionisat vizni dhe këtën që shqyqe na e dhanë, se ne kemi problemi shëndeti dhe jemi lartë e poshtë. Mirë i ke thënë. Do pyesim, zoj, mirë? Do pyesim si funksionon në rastet të tilla dhe pse duhet thuhet që është marrë por diçka që nuk është marrë. Vajta te bashkia madhe të s'më dhanë drejtim, nuk e dim sa çfarë themi, tha. Aty të ato gosat që rrinë të dezhurni, vajta se nga pyetën nuk e dim çfarë themi, tha. Të mërshme. Do pyesim pasi mbarojmë emisionin në kuptimin që si procedohet në raste kur ndodh kështu. Po. Mirë? Po, rrofsh, faleminderit. Faleminderit e dashur dhe ju për telefonatën, ditë të mbar, po pra ashtu ka bërë. Alo, përshëndetje. Alo? Në jam një koftë. Ule zërin televizorit, të lutem. Po. Faleminderit. Urdhoni. Në jam një koftë. Faleminderit. Kam pasan para ka dhe dytë, u bonë. Po. Kam thonë për motor një invalid, që e një invalid, se një 7 muaj. Po, ndërruar, kemi mbajtur numrin e telefonit në rast se do na jepet mundësia, patjetër që po. Ta kam dhënë. Po, e di, prandaj thash. Shumë përndoj për e të Asgjë, të lutem, faleminderit e juve për telefonatën. Dhe ditë mbar me 896. Është numri, po.
Shpresojmë që t'i arrim qëllimit. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si jeni, Klodimir? Mirë si jeni ju? I shprengu shënëllimet familjes të ndjerit atij gjyqtarit. Po. Kalas. Nuk zgjidh, do të thosha tani ai ka shpënduar, po këto hallet tona që kemi neve nuk zgjidhen në atë mënyrë. Jo më se shiko, fut në siklet vetën dhe Po dhe të tjerë, nese, thash, nuk është zgjidhje, nuk prisi, se probleme kam edhe unë me kadastrën, po që ashtu zgjidhet edhe problemi. Çfarë të bëjmë, do dërojmë. Qatë. Do dërojmë. Edhe toka tona, që vi ka dhe toka tona, për deri sa neve, fermerët, i pagujmë tatimet, këtu në komunë, apo në bashki. Pse mos t'jen edhe këtu këto ankesat zënë vend ku të vem hektare, po jo, qoj atje në kadastrë. E qojmë atje, kthejmë përgjigje negative. Ne s'dim çfarë bëjmë tani. Është shumë problematike kjo. Pastaj më bini përgjigje mua apo tjerët, mua personalisht, për shembull, që duhet rregulluar harta, skica e tokës atje, po pse unë da rregulloj ato? Ne da rregullojmë skicat atje? Do të bëj unë ca letër aty, Klodi, do të bëj tani afër. Misil kur të duash. Mirë. Pa me rakfare, kur të doni. Shërrof, shumë faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Mirë paf. Ditë mbar, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ma ul zërin të lutem. Nga Vlora Floti. Po. Respekt që dëgjo. Faleminderit. Ngushëllimi ati avokatit që e vranë të shkretin. Pirojnë të mitë. Pa tjetër. Dëgjo do të se një të fjatë, dëgjova në televizor para mbërëm. Janë vranë në Shqipëri 7.000 veta që kur ka filluar në vitet 200. Edhe 4.000 polica. Po këj pas ka vjendu këj popull për të varë vetëm më burizov. S'ka vjendu për të jetorë. Po. Po është shumë se kuptoj këtë punë. Po shka marë masa për këtë. Jo është lumi që mori vonon, se të mori dhe që paran në ploti. Po pëse nuk qanë kokë njeri e disa është e disa është vdekja e zë njeri u të këtu shqiptarit, ty pasaj arrohet pasaj. Se ku s'ka ndodhur që do të njeri pare. Po jeta vazhdo. Jo, nuk e kam aty, se kam aty, që më kuptove, ku këta suna. Sështë jam interesuar në fakt të kuptoj shumë të këto gjëra, po vazhdo të thuaj në një tjetër. Ligji Asmaliki, thash. Jo t'ka ligj, Asmaliki. Pandaj se mu që këtu është njësu për të shuar. Nuk është njësu për të ndesur këtu. Tu më njerë ne që në ka rënë me pjeta këtu në këtë Shqipëri. Fol për vete, inderuar. Po mirë, edhe unë për vete, për gjithë po bëritet. Jo, mos po vitet gjithë popullit, pse? Si? Asna makinat, ata ushqimet, asna, që shikoj njësi si Luanë, si Tikër. Jo, maj. Jo, se s'jam i vogë, nuk lëti. Jo, më është për them gjë. Po nuk ka lidhje, më. Po shumë mirë, më. Po mos e përgjithëso situatën. Domethënë, në rast se nuk është mirë për ty apo për disa, mund të jetë mirë për mua apo për të tjerë, për shembull. Po jo, mirë, dëgjoj mua i tani, dëgjoj mua. Po, më thuaj. Nga ke garantit si ti dhe unë, ullëm në një lokal, odhi na i bombë në njerit ati, a i ty që ka asëm, ikë për jam qenime. Se që shjeta... Po ti nga ke garanci që kjo s'do ndodh asnjëherë për shembull? Jo se s'do ndodh. Po ja s'do ndodh pra. Po s'ndodhi? Ti thua po sikur të bjerë një... Sikur të bjerë një tërmet 10 ballë, thua ti, do ikim gjithë, po me sikur... Shiko, të padë, rëmë të rojnë për mirë. Këtu të bjerë tërmet do jetë në e mira në dynja. Do kënaqemi, nuk do shkëm kje me sy. Të padë të zoti këtu. Më inshallah mos bjerë tërmet, se ti e ke ngrënë në kuptimin e mirë, ti e ke ngrënë barin tënd, ndërruar, pse ndjell të bjerë tërmet? Na lë dhe ne ta shijojmë jetën. E pra, atëherë pse e thua? Të lafosesh me mua, kam qetë të pinë kafe me ty ato. Me shumë kënaqësi, po mos uro të bjerë kjo gjëja, ndërkohë që ke dhe fëmijë dhe niprit, dhe ti kesh me jetë. Po ky ka duhet tërmeti që... Po mirë pra mirë. Po pra, o i nderuar, një rast, dëgjoj pak.
Një shembull, se ne pse nuk themi kështu që kur ndodh diçka e mirë, ta përgjithsojmë të mirë dhe themi prit se ne shqiptarët bëkemi gjëra të mira. Kur ndodh në kohën e Covidit, po marr në kohën e Covidit, meqense ishte më e përhapur si situatë, dolën në përgjitha mediat tona të shkruara dhe vizive shumë mjek të talentuar, shumë shkencëtarë të cilët bashkëpunonin për ose kontribuonin për të nxjerrë sa më parë vaksinat kundër Covidit. Pra ishin nga Shqipëria ata, janë shqiptar. Ne nuk më mori mua dikush në telefon, as ju as të tjerët, dhe na thonin që shiko këta shqiptarë sa mirë jemi ne. Ndërkohë kur ndodh një krim apo një ngjarje e rëndë, patjetër që është shumë e rëndë, ne dalim këtu dhe përgjithsojmë të gjithë shqiptarët, themi kështu jemi ne vritemi. Jo, ne nuk vritemi, ne dhe gëzojmë, ne dhe bëjmë. Po jo, pra tani nuk është kështu i nderu. 7.000-4.000 polica të vrarë. Ore, po kush po shumë respekt, more, kush po e thot jo. Po të mos e përgjithsojmë. Ka edhe ca anë të tjera kjo Shqipëria jonë, ka edhe ca njerëz të mirë që kanë bërë përpara në botë. Me fatën ta mbyll me këtë. Këtu të roj kushtoroj pasaj, se këtu ka mbetur jeta këtu. Po mirë, ç'të them. Ju keni mendimin tuaj, dashur, unë respektoj shumë. Po jo, nuk është ashtu, po nëse secili ka. Pra, shembullin e keq, të mos e përgjithsojmë, ose po përgjithsuam shembullin e keq, hajde përgjithsojmë dhe shembullin e mirë, them unë. Apo jo? Jo, se unë jam njëri kulturor e dua. Po pra po. Po dakord. Po kjo Shqipëria nuk ka vetëm vrasje dhe të këqij, mendoj unë. Po jo kështu. Jo kështu vete në shkolla i vete dyshofet janë në tik. Vete në ngurt tikën. Po patjetër mos skandal është. Jo, kam bërë disa herë kjo. Po jo kështu të vriten kështu. Ua, vete çon fëmijë në shkollë, fëmia e qëllon teatrin me tik. E qartë. Mirë nderuar, faleminderit shumë që morë. Hajde, sudet gjithë të mira. Gjithë të mira, faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Halo, përshëndetje. Klodi, përshëndetje, gjithë të mira. Përshëndetje. Base do të bezdis, po të kam marrë para ca ditësh për atë punën e pensionit tim, që ishte në vazhdimsi. Më takon, as më takon, nuk e di, në base të bezdisa shpejt. Koriku? Apo qershori? Koriku, po. Koriku. Unë e kam marrë në qershor. E di, mbaj mend. Unë këto 2-3 ditë nuk kam pyetur se nuk kam qenë në punë, kam pasur sa probleme shëndetësore. Na fal. Jo, nuk ka gjë, po të them dhe do e sqaroj prap. Unë kam folur atje, më thanë që po, të takon. Gjithsesi do t'i adresojmë sërish. Thash këto 2-3 ditë nuk kam qenë i mundur për të pyetur, mos them kot që kam pyetur dhe s'kam marrë përgjigje. Po kam ndjekur aty, ndaj s'kam marrë në telefon. Po, nuk kam qenë në dispozicion. Zonja pasur po pak probleme. Dhe sot do pyes patjetër dhe nesër të kthej një përgjigje të saktë. Ose mund ta kthej që sot, dakor? Të uroj një shëndete të mira, pa ato tjera të rregullohen. Faleminderit dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Do të dalemi në një mesazh shumë interesant, të cilin unë mezi pres momentin për ta thënë, sepse jam shumë i lumtur që ka pasur goxha interes në këtë javë të parë, le të themi kështu, të lancimi që ne i kemi bërë. Ja u kam thënë edhe javën e kaluar që në rast se do ishte diçka e cila nuk do t'ja vlente, ju betohem që nuk do ta merrja as pak përsipër. Megjithatë më ka ndikuar shumë pjesa dhe mënyra se si është hartuar ligji që ka të bëjë pikërisht me mbrojtjen e vetë qytetarit për rastet të kontributit tuaj përmes pensionit privat në Sigal. Është shtylla e dytë konsiderohet kështu e pensioneve, kështu që jo se një pensionist në Itali, në Francë, në Gjermani, në kudo vend të Europës apo botës, e ka pensionin e lartë edhe ata ankohen në rast se do të paguhen vetëm nga kontributet e punës së tyre në shtet, në kontributet e tyre në sigurimin shoqëror të shtetit ku ata jetojnë dhe në raport me të ardhurat që kanë, patjetër që edhe ata do të ankohen. Mirpo, atje shteti është pak më i përgjegjshëm, ka futur ca detyrime të cilat ja u ka atribuar dhe kompanive në mënyrë që të mbrojnë punonjësit e tyre me pak të ardhura, por që në përfundim në moshë pensioni ata të kenë një pension të kënaqshëm duke marrë të gjitha shtyllat, pra që janë 3 të tilla. Ekspertët i analizojnë më së miri dhe nuk humbasin asgjë përkundrazi. Të gjithë ju që thoni si funksionon kjo, ne shpesh jemi përpjekur që t'ja u ilustrojmë me shembuj konkret. Nuk është e përjashtuar as i mosh, sepse në rast se ju kontriboni një x shumë caktuar çdo muaj, pas disa kohësh ato ju mund ta merrni kurdo që ju duhet, për një problem, për një
gëzim, po themi, për një problem shëndetësor, nëse ju duhet e merrni pas një penaliteti dhe bashkë me interesat patjetër. Po japim një shembull konkret, për shembull, nëse je sot 30 vjeç dhe kursen 50 euro në muaj për 25 vitet e ardhshme, pra ti e merr atë 50 euro, e lë aty në një llogari që e ke prap në telefon dhe aty e ke si para në gjendje, nuk e ke në portofol, por e mban në llogari dhe kontrollon her pas here. Kthimi mesatar vjetor me 4.6% në moshën 55 vjeç, pra nga 30 në moshën 55 vjeç pas 25 vitesh, do të jetë 25.000 euro llogarin e pensionit privat. Pra nga 15.000 euro që bëhet totali, po ti mbledhësh 50 euro për çdo muaj, ju shtohet 10.000 euro. Pra, nuk na kushton asgjë, sa më shumë aq më mirë pastaj për qytetarin, dhe kjo qytetari është i mbrojtur me ligj, është i mbrojtur nga çdo rrezik që mund të ketë një kompani e caktuar, edhe pse besoj që e dim tashmë fuqinë dhe kapacitetin e vetë kompanisë Sigal. Ndaj, ai numri aty poshtë është për gjithë ju, të cilët doni të merrni më shumë informacion, është me shumë leverdim, besoni këtë, ose kontaktoni dhe mua që t'ju lidh drejt për drejt me personat përgjegjës që merren me pensionin privat në Sigal. Bukur, jemi në 7:50 minuta, presim telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Jemi nga Elbasani në Shapë. Po urdhoni. Jemi 5-6 familje në krah të Elbasani. Dhe kemi 6 flepa mbi 30 metra të gjatë që bien mbi shtëpitë tona. Çfarë janë ato? Flepa. Flet? Flepa, dru, flepa të gjetë. Okej. Plepa, më fal. Okej. Flepa. Dakor, thëshë fleta. Dëgjosh larg prandaj. Po? Edhe erën ata të bashkisë, erën ata të komunës, erën të tujores, i vullosën edhe lanë urdër urgjentisht për t'i ferë. Por ndërkohë që bashkia kemi një javë që sërëllatni, nuk në qonë njerëzit për t'i ferë. Është në ndimën të... Ku? Në krah të Elbasani. Për sa kohë është ndodhë kjo? Jo, kemi një javë që sërëllatni, sa një që drejtarë, sa një që përgjegje, sa të një inxinjerë, do ditë kemi qyshe ditën e hanë që ka kaluar, që sërëllatni me përzirët e ditë e bashkisë dhe askus nuk në vjetë për t'i prejërë. Erdhi një drejtor AZP, nuk e di që shë, dhe me një privat me gjuje që do bi fadromen, që t'i shty me fadrom, nga kërkoj 300.000 lekë. Okej. Ta përcjellim kur mbarojmë emisionin, dashur, dakor? Faleminderit ty. Presje ju. Shumë faleminderit për telefonatën. Në ditë të mbarë. Kemi kohë për tjetër? Okej, kalojmë në publicitet, flasim shkurtimisht për prostatol dhe pas të ndiqni edhe shpjegimin apo këshillën e mjekut. Prostatol është për gjithë ata të cilët kanë probleme me prostatën, që vuajnë dhe probleme këto që manifestohen në forma nga më të ndryshmet. Shqetësim, sikletet të tjera, zim disa herë gjatë natës për të kryer nevojat tuaja personale. Shmangni gjitha këto, duke përdorur prostatol kompleks, 100% bimor, pa asnjë efekti ansor, sepse gjëja e parë që pyetet dhe me të drejtë, ne kur shkojmë në farmaci ku kemi problematik të ndryshme shëndetësore dhe mjeku na jep një medikament, e pyesim ose mjekun ose farmacistin në rast se ka efekte ansore dhe si mund të shmangen ato për të minimizuar sadopak atë që mund të vi më pas. Pra, jo duke kuruar një problem caktuar shëndetësor, mund të ndikojmë negativisht në një tjetër. Kështu që prostatol nuk e ka këtë shqetësim, përdoreni dhe efektin do ta ndjeni menjëherë në ditët e javës e para. Publicitet vjen pas pak. Kthehemi në studio në pjesën e tretë programit, ora 8:01 minutë, vjen komunikimi me ju, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo? Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E kam pak zërin e tonë. Urin e permisionin. Faleminderit shumë. Të përgëzoj ty dhe statën tuaj. Faleminderit. Për këtë emision që kemi. Faleminderit. Sa që ja kemi thënë emrin Ora News, hapeni te Klodi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dhe shumë sqarime i marrim nëpërmjet telefonatave që ju sqaroni. E dëgjojmë dhe sqarojmë edhe ne këtu në shtëpi. Më vjen mirë. Tani, unë kam një problem. Po.
vllai ka një shtëpi private. Ka iku jashtë shtetit. Dhe shtëpia nuk është privatizuar. Ai ka ardhur 2 herë. I ka bërë dokumentat, po asnjë sqarim. Tani, ai ka bërë një akt notarial mua që të merrem unë me këtë. Prokur. Edhe tani, si do ja bëj unë se po më krijin asnjë përgjigje. Okej, shiko. Kur është bërë aplikimi për certifikat pronësie të kësaj apo për legalizim? Po, është bërë para 6 muajsh. Aplikim për çfarë bërë para 6 muajsh? Shtëpia është e legalizuar? Jo. Nuk ka legalizime tani e dashur. Ka gati 2 vite që janë bllokuar. Nuk e di çfarë aplikimi keni bërë tani para 6 muajsh. Po çfarë duhet të bëjmë tani? Rase ajo nuk është rase për këtë banesë nuk është aplikuar asnjëherë për legalizim, duhet prisni kur të hapet procesi i aplikimit, sepse aktualisht është mbyllur. Dhe unë nuk e di çfarë procedure keni bërë ju para 6 muajsh. Mos ju kanë gënjur kot? Ose tjetra pastaj shtëpia do jetë legalizuar dhe ju keni aplikuar për certifikat pronësie. Mund të jemi edhe në këto kushte, po ju thoni që nuk është legalizuar asnjëherë. Jo, nuk ka qenë vllai fare këtu. A keni një dokument aplikimi, zonjë? Dokument aplikimi, po mund ta kemi që ja kërkoj vllai. Më nisni dokumentin që keni aplikuar që ta shohun se çfarë aplikimi keni bërë. Sepse për legalizim nuk ka mundësi ta kesh bërë, nga që janë bllokuar, u bë goxha kohë. Dhe nuk dihet se kur do të rihapen. Më kupton? Tani dokumentin si tani, me çfarë numri? Më lë një numër telefoni dhe t'ju kontaktoj unë. Po. 069. Një moment, lutem. Po. 069 77 007. Po ju shkruaj këtu një mesazh zonjë edhe ma nisni aty, dakor? Shumë. Edhe juve faleminderit. Ditë të mbar. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Klodi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo Klodi. Po Klodi, po uleni zërin e televizorit. Mirëmëngjesi, a dola këtë nga dhoma. Përshëndetje. Përshëndetje. Shumë respekte, ishte hera e parë që po flas me juve, ju respektoj shumë se kam çunë tim sa tyja. E pas me jetë. Po. Ne kemi një problem. Para 8 vjetë më ka dalë burri në pension. 24 vjetë e 4 muaj. Po. 22 vjetë kooperativ, po kooperativ, kur them kooperativ, nga 500 ditë punë në vit dhe 1 vit ju quaj. Po, pa quaj. Quaj, s'ka problem, dhe 22 vjetë e 4 muaj shtetë. Dhe i doli pensionin 149.000 lekë. Me këtë doli ky ligj tani për kërkesat, për shqyrtim? Jo, kjo për rishqyrtim pensioni ka qenë gjithmonë, dashur pse nuk e keni bërë përpara. Nuk e kemi bërë, kemi ndonjë gjithmonë në ankë, Klodi. E kuptosim tani në vite shumë keq, gjithat punë. Jo, shumë është, me 40 e kusur vitet, marr aq pak, ndoshta do i bërë ndonjë gabim. I kemi të tëra të kompletuara 4 muaj. Po bëjeni atë kërkesën, mos e lini. Prit, Klodi, kemi bërë kërkesën në 4 shtator. Dhe na thanë ato atje te Bashkia në Albania, na thanë që brenda muaj do marrin përgjigje. Prandaj po interesojmë këtyja, sepse kaloi ata 10 sot nuk kemi asnjë përgjigje. Kur është bërë aplikimi? Në 4 shtator. Në 4 shtator, brenda 40 ditëve vjen ajo, e nderuar, kështu që shiko, duke hequr edhe ditët e pushimit, unë mendoj që të presim edhe 3-4 ditë. Po. Gjithsesi, në çdo rast më lër vetëm emrin e zotërisë. Do numrin? Emrin e personit. Emrin Hysen Xhaferaj. Hysen? Xhaferaj. Babai i Hysen? Musa. Ku banoni? Në Fier. Unë besoj që çështje ditësh, vetëm kontrolloni her pas here i Albanian, ndërkohë po pyesim edhe ne, dakor? Po e kontrolloj vetë, shumë faleminderit, gjithë respekte. Të lutem, faleminderit zonë. Edhe juve faleminderit shumë për telefonatën. Alo, përshëndetje. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Të përshëndet. Faleminderit. Unë kam trohur në mesazh për aplikim banese im kundër kruja.
Më interesoj mesazh në një rregull, pa ku do të pyesem, ku më të pyes? Cili rast të lutem? 3 shifrat e fundit të telefonit. 992 në fund. 992. Po. Po ja është në rregull, pra kur na vi përgjigja i nderuar, sepse unë e kam dërguar. Edhe kur na vi përgjigja aty do ta sjell. Shumë faleminderit. Asgjë, të lutem. Hajde, të marr. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po, ja, mëson. Klodi, ka një problem, por është i hershëm ky problemi im, edhe unë kam diskutuar një me juve. Nuk duhet ta diskutoj pak në televizion. Është problem kështu pronësie për një çështje gjyqi që kam për vitesh. Edhe ka mundësi të vi atje ke emisionin. Nëse je në proces gjyqësor e dashur mos u lodh. Ama të bafsha e këto dhe gjyqi janë. Edhe një herë, po do lodhesh. Do lodhesh. Se çfarë do logjike që të them në fund do ta mbyll me këtë pjesën që por në fund vendos gjykata. Po normal 21 vite Klodi. Kot, pa asnjë vlerë, çfarë pas lloj përgjigje. Ai tjetër gëzon çdo gjë si mas. Aktualisht je në gjyq. Aktualisht je në gjyq. Po janë, po nuk na thrasin në Klodi, nuk marrin vesh çfarë bëhet. Po do t'i njoftoj avokati për këtë gjë. Po për këtyre i me rrugë, na kanë ngënë besë. Pse, sa me ka, është problemi këtyre, mos e pa avokatëve. Vetëm kjo është loja më e keqe e këtyre. Shko, avokati mbron interesat e klientit. Na ka mbrojtur, na ka zvatur sa ka dasht. Asgjë s'ka gati, se me zonë nuk ne mori, hajtë e përndë këtë pjesë. Po, na ka lënë barë të Klodi. Kthehet ma pala tjetër, është shumë keq. U bëj 20 ditë, dhe ne u plakë në rrugë, vdiqëm. Ne nuk kemi demand më. Sa është këtë punë kështu. Po ç'të të them, e di pse e dashur, sepse na mbyllet dera dhe ne në rast se është proces gjyqësor. Ne s'kemi se ku të. Më kupton? Ja, më thuaj dhe unë e kam të lehtë të them hajde, po në fund do të them që shiko, kjo gjëja është në proces gjyqësor dhe si të sillemi ne, çfarë të veprojmë. Këto gjykata, këto gjyqësorët, se na futën vëjt, na futën. Kontakto me avokatin e dashur, se ai e ka për detyrë sepse keni paguar. Më kupton? Kemi pagu, iku, në dan batë, të fyna pala tjetër, shumë keq. Po jo, ju jeni të pambrojtur ose do gjeni tjetër tani në mënyrë që t'ju thërrasdet se ju se dini as se në çfarë fazë është procesi. Po me pension të shkretën, 120.000 lekë, as 120 nuk është. Po që po të bëllojnë do pas i gjëma. E të mërshme. Po zotin. Ja, s'ka, ma neve ngellëm, me da në rrugë. A i tjetër gëzonë si masifit, do në shdoj gjë masifit, që nuk e dirtu nuk ka shtetë, po shkoj ta kapi. Të shkoj ta kapi robin atje, ku ka gabimet, ku ka jep bashkia, këto, që bëjnë gjithë të zollumere, Klodi. Na bashkia, na dhe, shetan, ku shëmbron këta. Të kuptoj fare mirë. E di, dashur po ja. Në rast se do ishte tjetër, unë patjetër që po nuk mundemi jo se s'duam, po. Jo se s'duam. Në kupton, nuk na kushton asgjë, përkundër asgjë shumë kënaqësi e madhe. Por që ja. Në fund do mbyllet që prit se kjo gjë është në gjyq, edhe në gjyq pa qenë pal nuk mund të ndërhysh. Mirë. Gjyqet këtu te neve shkojnë. Hakaret janë. E nis adoleshent dhe e përfundon plak. Po ja, që ja, vajtë, me gjithë sa vitë. Na 20 ditë që isha unë, na 20 ditë, bajta 62 bajta. Mirë dashur, përqafoj shumë, faleminderit për telefonatën. Mirë, faleminderit. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Deshta të komunikoj diçka për pensionet. Më thuaj. Është rrit 2.5% sipas indeksimit. Indeksimi. Por unë se kuptoj këtë indeksim, pse? Ai që ka 1 milion, merr 25.000. Ai që ka 100.000, merr 2.500. Po. Se mos jetë i përshkallëzuar, këtë nuk mri me e kuptu vetë. Qartë.
E kuptoj çfarë do thuash. Këtë problem ngren të gjithë. Këtë problematik ngren të gjithë, e kuptoj çfarë do thuash. Po. Në gjë. Urdhra. Ajo ministria pas tjetën e gjatë inshallah, e njëshële të vazhdojnë me 2.5%. Se ma poshtërsi se bëhet me pensionistat nuk ka. E kam kërkuvallat e djela, edhe i thash mundësisht mjetë, sta është numëri i pensionistëve që marrin deri 400.000 lek. Më tha, ashtë e pa mundë, më tha, sepse nuk ka statistika, tha, të tilla të ndame, që duhet i ketë që zbanë, po Instituti i Sigurimeve do t'i ketë komplet gjitha, prej fillimit deri në fund. Ka që janë deri 100.000, ka që janë deri 200.000, ka që deri 300, e më radhë. Por, i majnë fsheta, i majnë sirtarë, nuk dojnë me tregu gjë. Mërshme. Nuk am kuptova apo. Jo, kuptova është 20, 30, 50 herë që qytetarët e ngrenë këtë. Logjike dhe e drejtë është ndërë. Jo tani, por ka të 5 vjetë që rritet indeksi edhe të mënyrë. Absolutisht nuk ndryshon formula. Ka i diçka. Na nuk jena as Itali, as Gjermani, as Angli, as Francë, ato i kanë rregullu punët me kohë, ato kanë të drejtë me e përdor këtë lloj indeksimit. Am kupton? Qartë. Kurse na jena në Shqipëri, ne nuk jena si vendet pranimore. E kuptova. Ndonë se jena në pranim, po kur të shkojmë. Geografikisht. Fatkeqësisht do të na hepet e drejta vetëm kur të pesim se ka me të rrugë tjetër. E qartë. Mirë ndërruar, faleminderit shumë për telefonatën, e kuptova mesazhin, okay, e drejtë. Mirë do ishte të funksiononte atë lloj mënyre, por që funksionon kështu. Faleminderit. Ditën e mirë me të mirë. Edhe për juve. Shkojmë me tjetër telefonues, përshëndetje. Zoti. Urdhëro. Mirëmëngjes. Ja, jam një qytetar. Kam 25 vjetë që punoj me këta firmet private. Para 4 muajt në agon një urgën që të rinevojshim lishetësat. Edhe bom kërkes, pagujtë me të takse qatë të koqen e djege po bom kusin. Edhe të shti del ma refuzuën, kur unë i ka kam marrë lishetësat që në 2002. Refuzu pse? Se në 2020 kam më kapi policia për qarkullim motori pa leje. Nga të motorat e legjel, pjarëgja. Edhe shkova, bone gjyqin, bone ta prokuroria, edhe në gjukatë bone ato veprim të vetë, dole i pa faqe, marë motorin, edhe të shti del një sistem, dhe e tjekë rajoni 4, si më kap rajoni 4, duhet më mërë vërëtim të prokuroria, dhe si ke qenë gjukatë. Po, ashtu funksionon. E në një qovë të letët që më ka konë gjyqi, në prokuroria, jo du vërëtim tjetër hodë. Të shi unë vekë gjykatë, prokuroria hodë në ti kemi në letët, a i ke, pra i pa në ta, i ke të rekë, dhe mu. Që kërkojnë të mu, ha? Po, qëfa kërkojnë, realisht? Qëfa të thamë pastaj? Alo? E kemi? Alo? Nuk të dëgjon, ndoshta i ka relinja. Shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Kam dërguar kërkesa në datën 30 që e kërkua aty për në Instagram, te juve. Po, ku ma keni nisur? Për lene legalizim. Aty te 639 në fund. Në Instagram. Me numër telefoni ma keni nisur? Në Instagram e të njësur në datën 30. Ka marrë në legalizimit 2015, kam 10 vjetë që në shtator. Me çfarë ma keni nisur? Klodi Karaj. Po, Klodi Karaj e di unë se jam unë, po ty së të njo, me çfarë emri ma keni nisur? Veliko. Kush? Veliko Mehmeti. Edhe kërkoj certifikatën, vajta ka që vite që është dërtuar, kene legalizimit e ka marrë që është shtator 2015, edhe
nuk po japin. Unë tani po shoh i nderuar, sepse ka ardhur te këto mesazhet e fsheta. Në datën 30, në 29 të moram telefon, 30 të tërgova... Po, unë tani po e shoh sepse ka qenë te këto mesazhet e fshehura. Nuk e ti se... Dhe ti thua kërkoj certifikatën e shtëpisë, kam 10 vite thua ti me lejë legalizimit i kam paguar të gjitha detyrimet. Tani po e lexoj për herë të parë, po të lë një mesazh aty për ta përcjellë më vonë, sepse ka ardhur në këto mesazhet e fshehura, dakor? Faleminderit shumë. Të kam në një mesazh aty. Faleminderit juve, patjetër. Se vajta kaq vite dhe nuk më i ka brenda të gjitha rregulla, me leje të tëra me gjitha. Pa merak, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Edhe juve për telefonatën, shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, o kryeti. Urdhro. Jam ai personi që mori para një minuti. Po se tu ndërprej, po më thuaj. Çfarë ndodhi? Në bin vërdall tash, shkova preguria më vonë latat e që kishe po gjyqin e të herë, po delemi sistem hundat të rajonit tash, nuk më japi. Si të del sistem të rajonit? Në kështë që zdisit dhe prej tash, vetëm kam një muaj. Në si të del në sistem të rajonit, se kuptoj, ku? Del sistem që ti ke qeni dënumën, unë 2 muaj bane me kësha qenë ata, që të rinë prakitje, që janë ata kësha. Po ta këpaj, ajo që është bërë. Ta që thot delemi sistem, thot nuk i për të lishenca. Shkoj atje marrë veprimet ke gjykatën në regull, e kam përfundu. Preguria, po pra po, është tjetër gjëta kish përfundu. Thot du vërtim. Po çfarë vërtetimi do që ke qenë i padënuar apo se ti... Jo që ke qenë, po ke meru punë, po që ke letë, që e të letë këto kështë, të se letë pëkalli. Pagojtë të gjykit, pagojtë të përgojtë, nga kush institucione kërkojnë këtë dokumentin? Rajoni 4, që tje ku kanë venin. Po, ke shkuar te 4? Po, shkova unë atje. A nuk dërtur të gjykata preguria. Po. Shkova të preguri, edhe ke gjykata, në t'i gënon letat, e kishe letat në vetën. Ja qove letat pa. Po. Jo, duhet i vërtim tjetër, ka. Po çfarë tjetër tani, zotri? Çfarë vërtetimi tjetër, ma thuaj? Ja që të di pregurie, nuk i ofim të në. Unë më rovë punë me letët të gjykatës. Po mi më kërkoja prokurorisa të vërtetimi që duhet. A ka më s'ma kanë punu. Sa ko ka kaluar? Se duhet janë 3 javë ato që ta sillin. Sa ka kaluar? Javë ka. Po jo, po prit edhe pak i ndërruar. Gje javë ka qenë. Të presim edhe pak, 2 deri në 3 javë shkon ajo, kjo lloj kërkese. Më kupton? Faleminderit. Faleminderit ty ndërruar. Gjithë të mira. Shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjes. Po, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam i katunar e Lushnja. Po. Të gjësh pesher. Mash kas me pensionin e plagës para 15 vjetës. Do një ligj për njërë me këtyre viteve kooperativa e bujqësore. Po. Kur ka dalë gëja, ka punuar në shtetja 15 vjetë edhe 10 vjetë në kooperativë. Të vitet e kooperativës nuk e njohë, duke menduar se del me i vogël pension. Kur në atë kohë me 15 vjeçin, i doli 5.900 lekë. Asë 6.000, asë 60.000. Duke folë me të gjova njerën që fliste nga Berati dhe i të që ka dalin ligjiri dhe aplikova para një muaj të ditës, para 3 ditët erdhi përgjigja që përlloria juaj është bërë ligjeve. Të që ky ligji që doli nuk do të Jo, dëgjoj pak, unë nuk kam thënë ka dalë ligj për rishqyrtim pensioni. Kjo për rishqyrtim pensioni ka qenë gjithmonë, nuk ka nevojë për ligj. Po ka qenë. Ajo që ka dalë është ligj për njohjen pa qenë nevoja për të shkuar në gjyq për vitet e ish kooperativave bujqësore. Po ka që i pati tash nuk mund të janë. Si? I pati vitet të dalë atje. Edhe nuk e llogariti. Varet cila moshë, se nëse i ka pasur nga 14 vjeç deri në 18 vjeç nuk i rregullon as ligji. Jo, kur i pati domosdoshmë mas 15 nga 18 vjeç edhe këtë i një ligji. Nuk e njofti aty si për këtë duhet aplikosh, jo për rishqyrtim pensioni. Si do ta aplikon? Thjesht pension nga e para. Ashtu pra e bëm kërkesën edhe sa që përllojnë të përgjigjen para 3 vjetë. Po pra po, në rast se më thua që kam bërë këtë lloj kërkese dhe përgjigjja më erdhi kështu, kjo përgjigje vjen për kërkesën e rishqyrtimit pensionit, nuk vjen për këtë që thua ti. Kjo përgjigje që është llogaritur sakt, është përgjigje kur ti aplikon për rishqyrtim pensioni. Nëse aplikimi që ti duhet bësh është tjetër, është aplikim për pension dhe një herë nga e para.
Po, patjetër. Edhe trajtohet me ligjin e ri. Po ky ligj i ri mund t'ja njohë këto vite që ka 15 vjet ka dalë? Po, ligji e përcakton. E përcakton ligji se këtu pyet nuk e jep njëri për jemi fshatar nga Lushnja dhe varim nga Fieri. Aplikoje, po s'ka lidhje ç'to më thon kjo. Aplikoje në Jellbenia dhe pret përgjigjen për 2-3 javë. Dakor? Ti aplikojmë për jo rishqyrtim? Jo, po jo rishqyrtim. Aplikim për pension. Dhe trajtohesh me ligje. Të lutem o zotri, aplikim për pension, kaq. Vetëm kaq ishte? Po. Se ne morëm përgjigje pas 40 ditë se ajo, po doli që për llogarit e rregullt. Edhe sa i do ma thuash këtë? Do ta them se s'ma sqaron njëri këtu në më burr. Po unë po ta sqaroj dhe ti s'po e kupton. Ti ke bërë kërkesë për llogaritje pensionit, ka ardhur përgjigja, mbarove me atë. E kupton? Tani do bësh kërkesë për pension, kaq. Kërkesë për të trajtuar me ligjin e ri, po. Po, mirë rrosh. Mirë. Faleminderit për telefonatën. Kemi kohë për tjetër? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zotni. I kemi telefonat tjetër 068 99 00008 068 60 54 639. Imagjinoni se sa probleme ka me pensionet, me pakënaqësim për indeksimet, të cilat për ata në sekond Erindi, se po jap një mesazh. Se sa probleme ka për ata të cilët presin indeksimin që është i pakt për një pjesë që merr po ashtu pak dhe të tjerët që presin për të dalë pension dhe nëse do t'i njihen vitet e punës apo jo. Kështu që për t'i shmangur të gjitha këto, më besoni është një mënyrë shumë e mirë. E para, nëse kontribon një sasi caktuar vullnetare në sigurime shoqërore, ajo qëndron aq dhe kur del në pension, në rast se pensionisti ndahet nga jeta, e humb të drejtën për të marrë pension. Por ama nëse ne sot investojmë në fondin e pensionit në Sigal, do të kemi shumë përfitime, të cilat janë rritje përmes, po themi, interesave, po e quaj kështu për ta kuptuar me gjuhë të thjesht në 4.6%, atë shumë ti e ke aty dhe nuk ta lëviz askush, e ke në një llogari të cilën ti e kontrollon gjatë gjithë kohës, mund të kontribuosh sa të duash, kur të duash, në çfarëdo lloj momenti, e shkëput si lloj kontributi, e vazhdon prapë mbas 2 muajsh në rast se nuk ke mundësi. Vlera është e papërcaktuar, mund të kontribuosh sa të duash ti në sasi lekësh, dhe përfitimi do të jetë shumë i madh. Tjetra pastaj, në rast se e lë aty deri në moshë pensioni dhe ti del 5 vite përpara në pension me këtë fond, por nëse ndodh diçka dhe fatkeqësisht dikush ndahet nga jeta, atë fond të ketë të trashëguash nga dikush tjetër. E merr fëmia, e merr bashkëshortja, e merr kushdo, pra nuk jo se ndahet nga jeta dikush që ka kontribuar një shumë të konsiderueshme apo jo në fondin Sigal dhe aty ndërpritet marrëdhënie edhe financiare. Jo, ai fond kthehet bashkë me interesat. Është një mënyrë efektive, efikase, e duhura për të gjithë ju që në një të ardhme, të afërt le të themi kështu, prisni që pensioni të jetë më i lartë dhe mos keni asnjë problemi. Mund t'ja u thoni dhe fëmijëve tuaj këtë, ata të cilët ju sjellin 50, 100, 150, 200 euro në muaj, ti depozitojnë një llogari aty, i keni dhe përfitoni nga interesat shumë të mira të fondit Sigal. Telefononi taj numri që keni aty poshtë dhe do t'ju sqaroj shumë mirë për mënyrë, metodologjinë dhe përfitimet, se janë shumë herë më shumë se sa kaq nuk na del një emisioni tërë për t'i thënë. Bukur. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë të tretë të programit, kalojmë në hapësirë publicitare, do të ndiqni një tjetër mesazh që ka të bëjë këtë herë me një problem shëndetësor për ata të cilët vuajnë nga prostata, ja kur zgjidhja prostaton mos eksperimentoni më me shëndetin tuaj. Kthehemi pas pak në pjesën e fundit. Dhe kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit, ora 8:31 minuta, vijon komunikimi me ju. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Po desha të thesha për këto pensionet. A do shtojnë ata, në thënë këta që e kanë me 100.000 lekë, do shtohet leku? Nuk është se ka një kështu konkrete dashur për momentin. Është thënë që okej, në programin qeverisës të Po jo, po e ka thënë Edi Rama atë që do t'i shtojë. Deri në vitin 2030. A 2030 di s'pangjallë. Po e thamë 1 janar, kur e tha ato. Jo. Deri në vitin 2030 do shkojnë 200 euro ato që janë më pak se sa 200.
Po nuk e di, mund të ndodh në janar, mund të ndodh në 2027, në 2029. Nuk e di. Më kupton, nuk është se ka një. Faleminderit, një diçka tjetër. Po. Do të flisja për këtë qytetin e Korçës. Po. Nuk ka kontrole fare ti, vlla. S'ka kontrole për pastrimi fare, është qilbu. Plera, nga do që shkon, plera, bare, në për trotuare, në për bulevarde. Ç'në Korça kështu? Po Korça kështu e, nuk ka rregull. Nuk ka rregull si më pa që kishte rregull edhe na kërkoni rregull neve edhe. E pastrojmë si që pastrojmë në shtëpi, kurse tash kam bir bari, kam bir. Po pra. Okej. Tash jemi dhe pas shkolle dhe nuk dim t'i lidhim edhe fjalët mirë, po. Desha të thesha edhe pra të gjyqtarin. Që u vra. Ma më vjen keq shumë që ka ndodhur kjo ngjarje, po shteti ka faj. Pse mos marrë gjyqtara edhe mos ketë shumë dosje që të vonohen dosjet me vite, edhe gjitha ndodhin këto gjëra. Dhe të marrin gjyqtarët që të bajtë më shpejt, dhe me thënë populli që ka probleme dhe t'i bajnë mos i vonojnë me vite, edhe pastaj lindin këto probleme. E kuptova. Apo s'është kështu? Nuk e di, zoj, nuk është kështu sepse nuk ishte kjo arsye e ngjarjes, prandaj. Po të tërë kështu po thonë që i vonojnë ato proceset se ka shumë pak gjyqtar. Po nuk ishte ky problemi. Po nese, okay, vazhdoj, çoj mendimin. Kur të mbarosh po thuaj. Po duhet të marrin gjyqtar që mos lindin këto probleme, mos lindin. Dhe nuk ka siguri as te gjyqtari, as te populli. S'ka rregull fare, as prishë fare rregulli, çfarë bëhet kështu? Të kuptova dashur. Unë përshëndes shumë dhe faleminderit që morët. Mirë. Ditë mbar. Faleminderit. Jemi në 15 minutat e mbetura të programit për ditën e sotme. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Urdhoni. Kamush në shkurt i kaloj 61. Tani në shkurt tani pas 62, unë dal të 30 muaj apo dal në shkurt 62? Në shkurt i ke bër? Shkurt i kaloj më që. Në dhjetor. Dal në dhjetor pra. Po pra se kam bu bas me njëri, që pra thonë të dal 62. Shko merja bastin tani. Po pra, se pa ne moja më shumë vetëm për atë. Po. Duhet të dal dhjetor, po. Po pra plus 10 muaj. Shumë bukur, bravo. Po. Sa e ke vën bastin? Bastin. Bastin se çfarë do vajati. Jo, po ti mos pse e ke lënë kështu evazive, duhet ta ke vendosur. Po i 10.000 lekë shore kështu, vogla, jo po do të mbajë. Po më dakord, rëndësi ka ideja. Po ideja se unë basin se më besonte. Unë tojshëm të ti, e kisha gjuke ti unë, e 10 muaj. Jëmë të më përdalis në shkurt që ditë më që 62. To është e burri, se burra nuk binde zakonisht. Burra të dalin që du 65. Jo, me burrin e vure bastin po them. Ja, qa burri më shak se burri. Se me qa burri, apo kështë frikë do i kleringu. Se burri në kam të shqie, se burri o jetë, pasurinë, Po, pra, po s'tash gjë, unë nuk thash gjë. Se e vuna një shoqe. Po nuk thash gjë, u thash, kishit me rak se mos ta merrte bastin me klering. Me shqie. Ndonjë gjë tjetër, ishte për mirë dhe kjo, kështu që, për mos e thënë troç e thash klering. Shumë burri. Po jo, më las. Ju të keni jetë të dy. Oj, burri, pasuria, ma jo është burri, është shakë, nuk du më lekë para burri. Pasuria jote është burri? Po, burri edhe fëmijët e mi. Sa me fat duhet jetë ai burri jote? Se burri ta kam të artist. Bravo. Burri, është fëmijë të kemi në rrugë Zot, jo Zot. Jam shumë i lumtur që dëgjoj të tilla mesazhe. Jo, për Zotin që thotë burri është pasuria stisë, ku kam më shoh. Ka ndryshuar tani ajo shpreha mos të lën Zoti pa grua. Do dal mos të lën Zoti pa burr. Jo, edhe pa burr më shumë Zoti se po që pa burr edhe shtëpia me punë edhe fëmijët të ne. Sakt. Jo, më di që. Më vjen shumë mirë që dëgjoj fjalë të tilla. Shumë faleminderit të dashur. Faleminderit edhe juve për telefonata gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Letje këto. Mirëmëngjes. Të shkuara një herë. Faleminderit. Unë javën e kaluar të kam dërguar në WhatsApp një foto për certifikatën e familjes. Ku? Ma keni? Ilmi Jakubit. Nuk e di, e keni... 3 shifrat e fundit të lutem që ta kontrolloj.
962 celulari. Me çfarë emri aplikuesi? Ilmi Jakupi. Ilmi Jakupi. Po e kam dërguar unë dashur në institucion dhe pres përgjigje për këtë. Akoma? E kam çuar në datën ku jemi. Në 3 tetor. Po një javë ka dërguar përgjigje. Megjithatë, faleminderit për ju. Unë ja kam dërguar tani gazetarëve të Fiksit. Vetëm ata bëjnë punë. Në rregull, dashur, dëgjoj pak. As kanë për t'ia dërguar dhe ju. Jo, më dëgjoj pak, e nderuar, dëgjoj pak. Të sqaroj një gjë se e drejta e secilit për të zgjedhur çfarë bën është patjetër ekskluzive juaja dhe mund të ashtu. Por të thuash që as ju nuk kam për t'ju kthyer, kjo është gënjeshtër një herë. Nga ana juaj që ose po ja një sekond, tani të lutem se e lëshov edhe nuk po kthejmë përgjigje ata. Po ti ke 9 vjet, po me ne 9 ditë ke. Dhe nëse thua që për 9 ditë, për 7 ditë fare, se unë datën 3 pas kam përcjell atë problemi. Dhe të dalësh tani në publik me kaq njerëz atandike, do të thuash as ju nuk u kthen, kjo është gënjeshtër. Më fal që ta them, po gënjeshtër është. Sepse juve nuk dëgjoni. Jo, unë s'merrem fare tani me këtë gjë. Sepse pse nuk dëgjoni këta juve që thon faleminderit se mu zgjidh pas 25 vitesh. Situata. Prandaj mura unë sepse ju zgjedh të tjerëve. Po ti thua që nuk ju kthen as juve tani. Kujt i qëndrojmë ne, kësaj që s'na kthen apo kësaj që zgjidhim? Po sepse po pres edhe s'po. Po 6 ditë ka kaluar më shpirt, si mund thuash që s'të kthejmë përgjigje, dhe më përmend mua 25 vite. Ti s'ke 25 vite që merresh me ne. Jo 25. Unë kam me hipotekën, edhe me kadastrën. Po pse del në konkluzioni që thua nuk ju kthejnë as juve? Nga e nxore këtë statistikë? Se besoj që u kthejnë dhe juve, që besojnë sepse nuk e di se çfarë kanë. Po pse i beson ata që thon faleminderit se na u zgjidh problemi, kishim 25 vite që s'na kishte dal, morëm te ju dhe na u zgjidh. Këta pse i besoni? Ja të shohim, prandaj sepse janë tmeruar me këta, me hipotekën e me kadastrën. Faleminderit, faleminderit. Ikim me telefonat tjetër. Tani kjo është të hedhësh balt kot edhe pa. Shikoj, mund ta kuptoj ngarkesën që keni, por të paktën mos vinin dyshim ato që bëjmë ne. Se në rast se nuk zgjidhet një problem, nuk do të thotë që do shbohen 20 të tjera. Ë? Dhe përgjigje patjetër që na kthen. Se nuk janë zoti askush. Edhe ne bëjmë punën tonë dhe ata bëjmë punën e tyre. Po mos e vinin diskutim kthimin e përgjigjes minimumi. Ke 6 ditë për një kërkesë që është dërguar, mos e përbën 20 vite të kaluara. Se nuk ke 20 vite që na ke marrë në telefon. Se tani o do besojmë këtë pjesë, o do besojmë pjesën tjetër. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Alo. Urdhro, uleni zërin televizorit. Edhe po. Urdo. E kam ullu zërin televizorit. Ule. E kam ullu një kuj. Urdoni. Nuk e fare, zërin televizorit. Urdoni. E kam e që zërin. Mi më fol. O Klodi. Urdëra. Jeva. Po. Ha? Po. Jo. Urdëra. Unë do të takoja për të miku im. Pse? Kam një problem shumë të nësishmë. Edhe përveç të tyja, që ka besim dhe këti nuk ka besim asë një tjetër. Faleminderit, ma thuaj çfarë problemi është? Problemi mua me shprishën një trekat këtu të një sia 5. Pse? Po do të bizetoj me dokumenta, me shkesa, me... Po pse të shprishur, nga kush? Nga bandat. E di që kemi banda në Shqipëria dhe. Po pse erdhën të ty bandat? E po tani unë do të japë me shkesa, të qave me shkesa. Kur e kam prishur? Po ben sa ko. Sa ka kaluar? Po adaj po 10 vjetë po njërë, edhe s'ka rrugë zhiri, s'ka të kanë dhënë të shpërblim. Jo, asë një fare. Po çfarë kanë bërë aty të shtëpia jote? Po Klodit, jova, unë nuk duhet lotu, unë duhet të njoh me dokumenta një. Unë duhet ta njoh këtë gjë, se po të thonë të gjithë që do vi aty se kam këtë çështje, i bie që të vi gjithë Shqipëria, prandaj po them për ta kuptuar nëse është kompetencë për ne apo jo. Jo, ky problemi im është tepër i veçantë, se mua më aprishur 2 godina e dyqan tjetër. I ke pasur me leje? Me leje, po. Me certifikat pronësie. Po çfarë është bërë aty? Është ndërtuar rrugë, janë ndërtuar pallate, çfarë ka ndodhur? Jo, asnjë fare, shprishu vetëm për të bërë dy parkime makine, për ta
Se ka bërë ka zyrtar. Po e ke pasur certifikat pronësia? Po pa tjetër. E sigurt? Po pa tjetër, unë do t'jap dokumentat. Nuk do Okej. t'jap Me jep numër telefonin. 069 22 Po. 80 566. Faleminderit. Po, më thuaj. Më thuaj. Unë të ndjek vazhdimisht je njeri që Shumë faleminderit. nuk të nxëllëson asnjëri nga gazetarët dhe je Po jo, mos shembullor, ka lidhje. je njeri që unë do ta bëj problem që punë të sende nuk e bën dot asnjë gazetar tjetër. Faleminderit shumë. Unë do të takoj në afërsi. Do t'ju kontaktojmë ne, dakord? Më lëri datë, më lëri ditë që takohemi të tregoj dokumentat. Faleminderit. Faleminderit edhe ty. Ditë të mbar. Hajde mos zoti me gjithë familjen tënde. Shkoj me tjetër telefon, faleminderit. Me tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po. Mirëmëngjes Klodi. Po, mirëmëngjes. Urdhë. Nuk dëgjoj, kemi? Alo? E kemi zotën i linja, po jo? Nuk ju dëgjoj as juve aty? Urdhë? Alo? Çudi. Okej. Mirë, jemi në 5 minutat e fundit të emisionit për sot. Në 068 60 54 639 068 99 00008, po ja të mbaroj numrat mirë dhe po apo jo. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Si jeni Klodi? Mirë, si jeni ju? Mirë, Klodi, po më kisha një shumë një. Po ula të zëri televizorit dhe të flasim normalisht, të lutem. Po dal fare jashtë, kam dal fare jashtë, ja. Jashtë po dëgjohet. Tani dëgjon mirë? Urdhro. Kamur. Shiko, unë kam një shopur dhe se unë jam gjithmonë timon, po ma rrugullon e të ratën, mora dhe i herë unë. Do kthehemi shumë shpejt. E di nderuar, e di. Unë jam gjithmonë, unë kam qep të gjojtë, se ke shumë emision bukur dhe ndihmon shumë njerëzit për gjithë ato llafet e bukura që thua që na ndihmon, domethënë na ndihmon për çdo gjë. E di nderuar. Do kthehemi, por të shohim se kur. Mirë, të falenderoj edhe atë sportiven, e ke shumë bukur, po bëhu tifos me Juve, jo me Milanin. Unë jam me Realin. Dhe me Realin? Po mirë, urime për Realin. Unë jam me Realin. Shpu ka punë me ta. Faleminderit shumë. Presim telefonat tjetër. Alo? Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhoni. Si doja të punë ankesa, nuk e di ku drejtohen. S'ka gjë thuaj. Dëgjova mbrëm, se të prokurorët shtaku ka bidumur, edhe një prokuror e Gzim Gogo. Unë jam nga këti personi, sepse aji nuk e meriton të jetë besus prokurorisë. Në cilësinë e kujt e thoni ju këtë? Alo? Alo? Nuk e kemi. Alo? Nuk e di pse ndodh kjo. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër? Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. U le zërin televizorit të lutem. Mirë, si jeni ju? Mirë, dëgjoj jam. Po u le zërin televizorit se do të dëgjoj shumë keq. Po, e dëgjova. Të mora, por jam ajo gruaja nga kombinati. Po si mo Klodi, janë darë javës tjetër, janë darë prapë shtëpi dhe s'na ka dhanë. Shko, do filloj më shpesh tani, besoj që do mbyllet si proces për shumë pak kohë. S'ka mban më të lafi. Çfarë flet, jemi prishur të parët edhe marrin të fundit. S'ke faj. Marrin ata që kanë ardhur dje nga malet e zun kombinatin, marrin shpjedhën e jo.
Ata nga mali nuk kanë brirë shpirti. Na detyrojnë, Klodi, na detyrojnë të flasin, të hapim gojën në Po çfarë ka ai pse i vjen nga mali, çfarë do thotë? Ai s'ka brirë nga mali për shpirt. Po i ka shpronsuar, ka marrë tokën. Po shumë mirë ka bërë më zemër që e ka shpronsuar. Po shumë mirë, po shumë mirë dhe për juve, shumë mirë dhe për të gjithë. Pse e ndan këtë mal dhe fush? Po patia dhe fëmijët mua që më prishi tërmeti Perëndia. Hajde, be tjetër. Telefonat, se kjo ndarja tani mal fushë, po pse mo çfarë ka ai malit? Problemi është që nuk kanë marrë të gjithë njëkohësisht dhe problemi është që pse bëhet me short. Që i takon një herë njëri dhe nuk i takon tjetri, pastaj vjen radha këtij e kështu me radhë. Po ç'të keq e ka ai? Ai nuk ka shpirt ai i malit apo? S'ka gjë se ne që jemi këtu, ne jemi me pusull në ball. Mirëmëngjesi. Po. Mirëmëngjesi Klodi. Amo. Tash si unë me thënë drejt jam një nga ata që po vujmë nëpërmjet gjyqeve tash 25 vjet problem tokët. Edhe këtë drejt thot po nuk takon. Toka është e babs, e gjyshit, edhe unë jam tash qysh në 68-ën që banoj këto në shqit shpi. 25 vjet bona më përgjyqet. E kam fitu në 96 në gjyqin, ajo letër, unë e kam për shpia, e në dosje nuk e vrojnë. Se unë kam kërku se ajo këto për balë shpis, jam 300 metra kam. Edhe këtë 300 metrës që asër duhet me e marë qërtë. Po. Qatë. Mërë unë e pata qeftë, sigur ke mund si marrë dhe me e vrojnë në një që se ke në i gazetarë, jam 37 gjyqe kam po dhere mësot, tash 25 vjet. E kuptova. Dhe unë kërkoj nimën tonë, se të i vishe hapi drejtare që drejtim se ki popull i varfën ka marruhe. E qartë, mirë nderuar. Faleminderit shumë që u bërë pjesë e emisionit, ju dhe gjithë të tjerëve, nuk kemi më kohë për telefonat tjetër, ishte gjithçka për takimin e fundit të kësaj jave. Ne do të ritakojmë gjatë ditës në lajmet, dielën në ora sport, deri atëherë Forca Shqipëria. Ciao.